Mjeku ma tregoi këtë sekret. Qepa e kuqe është plot me vitamina dhe trajton këto probleme. Mund të mos ketë aromë të mirë, por është ndër perimet që mund të bëjë shumë përfitime për organizmin e njeriut, duke qenë se nuk duhet lënë në arrez, madje duhet të konsumohet çdo ditë, pasi është një burim i shkëlqyer i vitaminave dhe mineraleve të vlefshme për organizmin. Qepët përmbajnë sulfur, kalium, magnez, flor, kalcium dhe fosfor. Është një burim i pasur i vitaminës K, vitaminës C, vitaminës A dhe vitaminës E. Enzimat aktive të qepës kanë në veti të shkëlqyera diuretike, të cilat do t'japin rezultatet fantastike për shëndetin tuaj edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndaj, përfitimet e tyre do t'jene tonifikuese për aparatin tretës. Qepa normalizon florën intestinale dhe pengon rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë, por sidomos qepa e kuqe trajton disa probleme shëndetësore. Sipas brejcajt në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i qepës së kuqe. Ajo është e mirë kundër problemeve të bllokimit të veshëve, sidomos ato nga dylli. Me anë të një thike të vogël hiqni bulbin e qepës dhe vendosni fillimisht në kanalin e veshit. Kujdes mos e shtyni shumë brenda, më pas lërni të qëndrojë aty gjatë gjithë natës. Kur të zgjoheni në mëngjes, dylli i veshit tuaj do të jetë zbutur dhe do ta keni më të lehtë ta largoni atë nga veshi juaj. Qepët janë të mira gjithashtu edhe kundër djegjeve. Qepa është e dobishme kur vjen puna te djegjet. Prisni një qep në 2 pjesë dhe vendosni një prej gjysmave në vendin e djegur. Mbajeni atë për 5 deri në 10 minuta. Ajo do të minimizojë dhimbjet dhe do të zbuzë djegjet. Kjo metodë do të zbuzë gjithashtu e komplikacionet tuaja të lëkurës, derisa të merrni një trajtim të specializuar nga eksperti. Qepa mund të normalizojë gjithashtu temperaturën e trupit. Nëse keni temperaturë të lartë trupore, prisni një qep në copa të vogla dhe vendosni atë në çorape. Kjo është një mënyrë shumë e mirë natyrore për të ulur temperaturën. Kjo këshill vlen gjithashtu edhe për eliminimin e toksinave nga trupi. Ndaj përdorimet të tilla të qepës të kuqe do të jenë vërtet fantastike. Qepët janë të mira kundër radikaleve të lira. Qepa është e pasur me substanca të sqyfurit që mbrojnë organizmin nga problemet e zorrës, lukthit e të tjera, problemet e gjirit, mushkërive dhe prostatës. Ndikon edhe kundër bakterieve të sistemit tuaj imunitar. Qepa e kuqe e papërpunuar shton prodhimin e insulinës. Nëse vuani nga diabeti, keni arsye të mira për të rregulluar gjithashtu edhe për të ngrënë qepë vazhdimisht në dietën tuaj. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër kapsllëkut. Nëse ju mundon kapsllëku, do ju ndihmojë në fibrat që gjenden te qepa e kuqe. Qepa largon helmet dhe forcon qelizat e ushqimit nga zorrët. Ajo lehtëson edhe infeksionet e fytit. Nga qepa e kuqe mund të përgatisni lëng. Ai shumë shpejt ju largon nga zona e ftohjes dhe lehtëson problemin tuaj. Qepa e kuqe është një zgjidhje shumë e mirë që mund t'jap përfitime të menjëhershme në shëndetin tuaj. Për sa kohë përdoret brenda mënyrave të duhura, atëherë përfitimet e saj do të jenë fantastike. Qepa është një antar i familjes Allium, është e pasur me komponentë që përmbajnë sqyfur, të cilat janë përgjegjëse për erën e saj dhe janë shumë të mira në ruajtjen e shëndetit. Përfitimet nga qepa e kuqe do t'i shpjegojmë në këtë video, pasi ta dëgjoni deri në fund do të kuptoni rëndësinë e saj. Sipas Health.com, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i qepës së kuqe. Ajo është e mirë për shëndetin kardiovaskular. Komponentët e sqyfurit pengojnë koagulimin e formimit të copëzave të trombocideve. Këto komponentë sulfurik, përveç se ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve në gjak, gjithashtu përmirësojnë funksionin e membranave qelizore të rruazave të kuqe të gjakut. Qepët mund të parandalojnë disa komplikacione të zemrës, të cilat kohët e fundit janë edhe më të shpeshta. Qepët janë të mira për shëndetin e kockave. Studimet kanë treguar se qepa e kuqe mund të ndihmojë në rritjen e dëndësisë kockore dhe mund të jetë e dobishme për gratë gjatë menopauzës, pasi ato humbasin dëndësinë e kockave. Gratë që kanë kaluar nëpër menopauzë me konsumin e përditshëm të qepës së kuqe do të zvogëlojnë riskun e frakturave të ndryshme.
Pra për këtë arsye përdoreni më shumë qepën e kuqe pasi përbërësit e saj ndikojnë pozitivisht në indet lidhse, për shkak se shumë komponentë indeve lidhse ju nevojitet squfuri për të formuar ashtu si duhet. Qepët kanë veti të mira antiinflamatore. Qepa e kuqe është e mirë në luftën kundër inflamacioneve. Antioksidantët që gjendet te ajo luftojnë inflamacionet duke parandaluar oksidimin e acideve yndyrore në trupin tuaj. Kur keni nivele të ulta të acideve yndyrore të oksiduara, trupi prodhon më pak molekula që janë përgjegjëse për inflamacionin. Përfitimet e qepës së kuqe janë të larmishme në organizmin tuaj. Qepët kanë potencialin për të përmirësuar bilancet e sheqerit në gjak dhe për të parandaluar infeksionet bakteriale. Përveç squfurit dhe përbërësve flavonoid quercetin që gjenden te qepa e kuqe, ato kanë veti të mira antibakteriale. Qepa, e cila qëndron e coptëzuar nga ekspozimet e temperaturës së lartë për më shumë se 10 minuta, humbet efektin e saj. Andaj, qepën duhet ta keni parasysh të mos ja lini për një kohë të gjatë në temperaturë të lartë. Kjo jo vetëm që do të sjellë disa dobi nëse qepën e konsumoni si duhet, por mund të kthehet në një aleate të vërtet për organizmin tuaj. Qepa nuk do të bëjë mrekullin për shëndetin, por do të jetë një aleate e mirë në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Qepa mund të ofrojë përfitime vërtet të larmishme për shëndetin e përgjithshëm, ndaj vlerat dhe përdorimet e saj gjithashtu mund të jenë të shumëllojshme. Ekspertët tregojnë se qepa e kuqe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj, ndaj përfitimet e saj mund të jenë nga më të larmishmet, që nga lëkura, floku dhe shëndeti i përgjithshëm, ose edhe në gatimet tuaja specifike. Qepa është e pasur me komponentë që përmban squfur, të cilat janë në përgjegjëse për erën e saj dhe janë shumë të mira në ruajtjen e shëndetit. Ja disa lehtësime që mund të ofrojë qepa e kuqe nëse konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj. Qepa ka aftësi parandaluese dhe shumë të dobishme kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu ajo është një zgjidhje shumë e dobishme kundër problemeve kronike, siç është diabeti tipi 2, problemet koronare e të tjera. Ajo është e rëndësishme kundër problemeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban gjithashtu edhe tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për persona të cilët do vuajnë nga sheqeri i lartë. Për fatin tonë të mirë, qepa mund të kthehet në një aleat të mirë që ka aftësinë të ulë nivelet e sheqerit në trupin tuaj, duke e bërë atë një aleate të vlefshme të organizmit në betejën kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për organizmin, në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu parandalimin e shqetësimeve të tyre. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por do të jetë një ndihmë shumë e mirë në avantazhet e shëndetit tuaj dhe në lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se qepa duhet të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ajo bart, do të kthehet në një aleate të vërtet të mbrojtjes së organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përfshiheni qepën në sallata, në perime, në gatime me peshk, me mish, ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira që mund t'i ofrojë organizmit tuaj. Ndaj, përfshirja e qepës në dietën tuaj mund të jetë një element shumë i mirë edhe për organizmin tuaj. Qepën mund ta përdorni për rritjen e flokut, nevojiten 2 deri në 4 kokra qep. Pastrojeni të rësisht nga lëkura, pritini në copa të vogla dhe i kaloni në mikser. Vendoseni mbi një sasi të vogël dhe shtypni me një lugë sipër. Lëngu që sapo nxirret shtohet një lugë dhe mjalt dhe i përzjeni mirë. Masazhojeni kokën me lëngun e qepës për rreth 15 deri në 30 minuta. Era e fortë do ju bezdis paksa, por ja vlen sforcimi. Nëse doni rezultate më të mira, nëse keni flok mjaftueshëm të dobët, mbajeni maskën për 1 orë, pas trajtimit lajeni flokun si zakonisht. Për rezultate më të mira, ky trajtim duhet të aplikohet 2 ose 3 herë në muaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.